Prej më shumë se 20 ditësh jeta për familjen Husejnaj në fshatin Cernaleve është kthyer në një pritje të vazhdueshme mes frikës dhe pasigurisë. 4 vëllezërit Husejnaj së bashku me 2 prindërit e tyre të moshuar dhe anëtarët e tjerë të familjes, gjithsej 20 persona jetojnë çdo ditë në kërcënimin e drejtpërdrejtë të një rrëshqiti të madhe të malit që ndodhet mbi banesat e tyre. Gjithçka nisi pas rreshjeve të dendura të shiut që ranë në mesin e muajit janar. Sipas familjarëve, pas shirave u vu re lëvizja e masiveve të dheut dhe pemëve, duke rritur ndjeshëm rrezikun për shëmbje të mëtejshme. Familja Hysejnaj dyshon se shkaku kryesor i kësaj situate lidhet me ndërhyrjet në terren nga një hidrocentral privat që operon në zonë. Pavarësisht rrezikut të evidentuar dhe shqetësimeve të ngritura nga familjarët dhe Partia Demokratike e Kukës, deri më tani sipas tyre nuk ka pasur asnjë ndërhyrje konkrete për stabilizimin e terrenit apo për garantimin e sigurisë së banorëve. Në këto kushte, familja e madhe Hysejnaj jeton çdo ditë me frikën se një rrëshqitje e re mund të ndodhë në çdo moment, ndërsa anëtarët e familjes ndihen të braktisur dhe të lënë në mëshirë të fatit.